Falëndërimi takon Allahu xhalleshanuhu, krijuesit të gjithësisë, paqja dhe mëshira e tij qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Falënderojmë Allahun e madhëruar i cili na ka dalluar nga krijesat e tjera duke na dhuruar mendjen dhe logjikën. Falënderojmë Allahun e madhëruar i cili na ka dalluar nga njerëzit e tjerë duke na dhuruar Islamin. Falënderojmë Allahun e madhëruar i cili na ka dalluar prej atyre të cilët i thonë vetes jam musliman me gojë, por jeta atyre s'ka të bëjë me Islamin, duke na bërë nga ata të cilët atë që besojnë me zemër, e deklarojnë me gojë dhe lusim atë të na bëjnë për atyre të cilët e derdhin në vepra. Falenderojmë krijuesin e gjithësisë i cili na ka mundësuar të jemi në listën e atyre të cilët sot në këtë ditë xuma vënë ballin në sejdë, i përgjigjen thirrjes së Allahut të madhëruar ku në Kur'anin famlar urdhon e thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ja ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'au ila dhikrillah. O ju të cilët keni besuar, o ju të cilët jeni të bindur se nuk ka zot tjetër përveç Allahut të madhëruar, o ju të cilët jeni të bindur se nuk ka dhuruar askush tjetër përveç tij, o ju të cilët jeni të bindur se çdo gjë që ndodh vetëm se me caktimin e tij dhe asgjë nuk ndodh pa dëshirën e tij. O ju të cilët jeni të bindur se rrezikun që ju ka caktuar Zoti juve nuk mund ta prek askush, e atë që ju ka caktuar të tjerëve nuk mund ta prekni ju. O ju të cilët jeni të bindur se në ditën e gjykimit do të jepni llogari për çdo vepër që keni bërë, qoftë ajo edhe sa kokra e grurit. O ju të cilët jeni të bindur se vdekja është hak. Kur të bëhet thirrja e ezanit për në ditën e xumë, lini punët e kësaj bote dhe vraponi për të përmendur Allahun e madhëruar. Vraponi për të kërkuar të mira atij për këtë botë apo për botën tjetër. Vraponi për të kërkuar udhëzim për veten tuaj, për familjen tuaj dhe për njerëzit që ju rrethojnë. Vraponi për të kërkuar Allahut falje për veten tuaj, për familjen tuaj, e për çdo njeri që ju e keni në zemrën tuaj. Vraponi sepse Allahu i madhëruar ka vendosur emrin tuaj në listën e atyre që bëjnë sejdë tek Allahu i madhëruar. Vëllezër dhe motra, koha më e afërt që një besimtar, një njeri është me Allahun, është pikërisht namazi. Dhe koha më e afërt brenda namazit është sejdëja. Të vendosë Allahu emrin si sejdëbërës, do të thotë se ai të ka dhuruar pasurinë më të madhe. Pasuri nuk është vetëm ajo që në syrin ton duket e mirë. Pasuri nuk është vetëm ajo që na mush xhepin apo na shtyn për të larguar nga Allahu i madhëruar e na shton dashurinë për këtë dynja. Pasuria e vërtet është imani në zemër dhe reflektimi i tij në vepra në jetën e përditshme. Vëllezër dhe motra, Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk ishte vetëm thjesht mësues i Kur'anit famlart. Pra ai nuk ishte për të na mësuar neve se si mësohet përmendsh një sure apo se si këndohet Kur'ani. Por pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte Kur'an i gjallë. E jetonte Islamin, e jetonte Kur'anin. Pra ai që nga mëngjesi deri në darkë, që nga darka deri në mëngjes vepronte sipas Kur'anit famlart. E për të kuptuar këtë më mirë, Allahu i madhëruar në Kur'anin famlart na tregon ku thot: tashmë ju ka ardhur një pejgamber nga mesi juaj juve. Na tregon Allahu i madhëruar se është një njeri i thjesht dhe ai jeton me Kur'an. Që do të thot çdo njeri prej nesh mund të jetojnë me Kur'an dhe asgjë nuk humb nga kjo botë vetëm se fiton. Kur kanë filluar të çalojnë muslimanët? Muslimanët kanë filluar të çalojnë kur Kur'anin e kanë lënë si libër dekori në muret apo në bufetet e tyre. Kanë filluar ta quajnë që të kesh Kur'an në shtëpi është bereqet, por që ta lexosh është i rrezikshëm. Kur kanë filluar të çalojnë muslimanët, kur e kanë ndarë pejgamberin alayhi salatu wassalam nga jeta e tyre, kur pejgamberin alayhi salatu wassalam kanë filluar ta shohin si portret i pambërritshëm. Vëllezër dhe motra, ajo që është e pambërritshme tek pejgamberi alayhi salatu wassalam është të qenurit pejgamber, i dërguar si pejgamber. Por të jetosh si ai është e arritshme. Jo 100%, po ndoshta 1% e mirë po.
Sepse Allahu i madhëruar pejgamberin alayhis salatu wassalam nuk e dërgoi si arab. Pra, nuk na tha Allahu i madhëruar që ky është për botën arabe dhe ata do të jetojnë me të. Jo, Islami është universal. Islami është edhe për arabin, edhe për kinezin, edhe për shqiptarin, edhe për italianin, edhe për amerikanin e ku ta di unë. Kurani famlart është edhe për gjindët. Allahu i madhëruar është krijuesi i çdo gjëje dhe udhëzuesin e vetëm që ka dërguar librin e fundit është Kurani famlart. E nëse ne nuk e vëmë në zbatim në jetën e përditshme, jeshtë xhamisë, atëherë sa e kemi përvetësuar ne Kuranin? Nëse ne nuk veprojmë sipas asaj që mësojmë në Kur'an, sa i themi vetes tonë musliman? Mendoni pak një doktor i cili ka mbaruar studimet dhe punon si doktor, por nuk vepron sipas atyre që ka studiuar. Do të bëj një operacion, po thot do ta bëj sipas kokës time, jo sipas atyre që kam studiuar. Kush mund t'i besojë atij? Atëherë një musliman i cili thot unë kam lexuar Kur'anin dhe kam besuar Allahun e madhëruar, kam dëshmuar dhe se Muhamedi alayhis salatu wassalam është pejgamberi i tij, por nuk vepron sipas asaj që ka mësuar. Sa mund ta besojmë se ky është musliman? Nëse ne këtë nuk e vëmë, pra këtë Kur'an nuk e vëmë në jetën e përditshme, nuk bëhet pjesë e jetës tonë. Nuk bëhet pjesë e moralit të fjalorit tonë. Nuk bëhet udhëzues për edukimin e fëmijëve tanë. Nëse ky Kur'an nuk reflekton në punën që bëjmë, në atë punë që kemi profesion, në mënyrën e komunikimit me njëri tjetrin, në mënyrën e empatisë që duhet të krijojmë me njëri tjetrin. Vallë, a kemi më shumë paragjykime ndaj njëri tjetrit, apo kemi mirë kuptimin me njëri tjetrin? Vallë, a jemi me zemër të hapur për t'ia falur gabimin që bën ai tjetri ndaj nesh? Apo e kemi zemrën e mbyllur? A mezi shpresim që të bëjë një gabim dhe ne atë mos t'ia falim? Apo të themi që Allahu e falt edhe unë e kam fal? Kemi dy raste vëllezër dhe motra ku pejgamberi alayhis salatu wassalam sillet në mënyra të ndryshme, si dita me natën. Rasti i parë është në luftën e Uhudit. Jo besimtarët, pra kundërshtarët, pejgamberin alayhis salam e plagosin. I thyen dhëmën. E plagosin në fytyrë, gjakosët, dhe ata mendojnë se e kishin vrarë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam këtu i lutet Allahut të madhëruar. O Allah, fali se nuk din ç'bëjnë. Fali se nuk din ç'bëjnë. Janë në luftë. Dëmi është bërë pejgamberit alayhis salatu wassalam, por fizikisht, personalisht atij. Dhe rasti i dytë është në luftën e Hendekut, ku pejgamberi alayhis salatu wassalam bashkë me sahabët hapin një hendek të madh rreth rrotull Medinës që armiqt mos të hynë të prishin Medinën dhe gjatë luftës, nga që zgjat shumë sulmi, i ikën namazi i iqindis dhe namazi i akşamit. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot, mallkuar qofshin, se për shkak të tyre na iku namazi. Në rastin e parë u dëmtua personalisht, tha o Allah fali se nuk din. Në rastin e dytë e penguan pejgamberin alayhis salatu wassalam bashkë me sahabët të futen në namaz, të kryen obligimin ndaj Allahut të madhëruar, pejgamberi alayhis salatu wassalam i mallkoi. Ta sjellim në jetën tonë. Ta sjellim pak në jetën tonë. Vallë, kur mallkojmë ne? A kur na pengojnë të kryejmë një obligim të fesë tonë,
apo kur na cënojnë neve personalisht, pasurinë tonë, materialisht, pra fizikisht e me radhë. Ta vëm pak në peshore këtë. Vallë, a jemi ne si pejgamberi alayhis salatu wassalam apo jo? Nëse duam të jemi si pejgamberi alayhis salatu wassalam, atëherë duhet të sillemi si ai. Pejgamberi alayhis salam thot, kush e ringjall një sunetin tim, pra kush e jeton atë, thot, ai më do mua. E kush më do mua në ditën e gjykimit do të jetë bashkë me mua. Vëllezër dhe motra, në një hadith tjetër thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, zgjidheni shokun më të mirë se veten tuaj, sepse në ditën e gjykimit ai do të jetë argument për ju. A nuk do donim që të kishim shokun më të mirë pejgamberin alayhis salam në ditën e gjykimit? Që pejgamberi alayhis salatu wassalam ti thot Allahut të madhëruar, ky ka zbatuar sunetin tim, ky është shoku im. Dhe vallë, Allahu i madhëruar, a mund ta dënoj me zjarr të xhehenemit një njeri për të cilin pejgamberi alayhis salatu wassalam thotë shoku im? Nuk ma do mendja. Se vetë Allahu i madhëruar thotë të kemi dërguar mëshirë për mbar botët. Kur atë e ka dërguar mëshirë dhe ai ka mëshiruar kaq shumë, po vetë krijuesi që e ka krijuar atë, sa mëshirë ka? Por duhet të jemi ne ata të cilët duhet ta hedhim hapin drejt pejgamberit alayhis salatu wassalam. Allahu i madhëruar thot, thuaj o Muhammed, nëse e doni Allahun e madhëruar, më ndiqni mua, që edhe Allahu t'ju do juve, e t'ju falë mëkatet. Allahu është vërtet falës. Pra shumë e thjeshtë. Nëse ne duam që të na falin Allahu i madhëruar, duhet të tregojmë me vullnetin ton se ne duam ta ndjekim pejgamberin alayhis salatu wassalam. Të kuptojmë se si është sjellur ai në mënyrë që të sillemi edhe ne në atë mënyrë. Sepse ai ka qenë Kurani gjallë. Kur e pyesin Aisha radhiyallahu anha, i thon si ka qenë pejgamberi alayhis salam në jetë, sepse kishte ndëruar jetë. Ajo i thot, a nuk lexoni Kur'an ju? Lexojmë. Ai ka qenë Kurani gjallë. Pra çfarë shikoni në Kur'an në libër, ai ka pas në jetën e tij. Dhe shembulli më i bukur për ne, kush duhet të jetë? As këngëtari, as politikani, as biznesmeni, as kush tjetër. Shembulli jon i vetëm është pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe siç thot pejgamberi alayhis salam në hadithin e tij, kush ndjek sahabët e mi dhe kush ndjek ata që ndjekin ata janë në rrugën e drejtë. Pra ne kemi një zinxhir shembujsh të cilët mund t'i ndjekim dhe na mjaftojnë. E kemi vështirësuar jetën tonë shumë. E kemi ndërlikuar jetën tonë shumë. Islami na mëson të jetojmë të thjeshtë. Islami na mëson të kënaqemi me pak. Islami na mëson që ne të mos paragjykojmë, por të jemi mirënjohës, të jemi mirëkuptues me njëri tjetrin. Por vrulli i kësaj jetë na ka marrë aq shumë përpara, si ato drut që merr lumi pas shiut dhe i hedhin atë detin e madh, ku s'dihet gjë ku do shkojnë, ashtu na ka marrë edhe jeta e kësaj botë, dallgët e kësaj jetë, vrulli i kësaj jetë na ka marrë përpara dhe nuk shohim kë kemi anash para apo mrapa, vetëm o burra të jemi të parët. Nëse duam të fitojmë, të fitoj vetëm unë, nëse duam që mos humbim, mos humb vetëm unë, nuk shohim tjetrin. Kemi humbur atë zakonin e të qenurit tregtar musliman, sepse dikur, nëse dikur shkonte për të blerë në mëngjes, donte të blente 2-3 gjëra, dyqanshiu i parë i thonte të parën e kam, tjerat nuk i kam. Si nuk i ke? Po kaloj te dyqani tjetër që të bëjnë siftah edhe ai, të blesh edhe tek ai diçka, sepse bereqeti është tek Allahu i madhëruar. Vëllezër dhe motra, ne kemi harruar se bereqeti, begatia e Allahut të madhëruar nuk matet me sasinë e lekëve që kemi në xhep. Bereqeti i Allahut të madhëruar nuk matet me shtrejtësinë që kemi tek makina, tek shtëpia e me radhë. Bereqeti i Allahut të madhëruar matet pikërisht tek halali. Nëse ajo pak është halal, ka bereqet. Nëse ajo shumë, brenda ka haram, Zoti na ruajt, nuk ka bereqet në te. Dhe këtë na tregon më së miri, po përsëri në luftën e Hendekut pejgamberi alayhis salatu wassalam. Po punonin ditë e natë për të hapur atë Hendek.
Nga uria pejgamberi alayhis salatu wassalam kishte lidh gur në stomak. Elhamdulillah për Zotit, neve akomas nuk na ka lind nevoja jo të lidhim gur në bark, po të shtrëngojmë pak rripin. E kundërta, po e hapim rripin nga që ham shumë. Po e hapim. Dhe pas i ham shumë, i themi gjithë njëjtë, sa shumë kam ngrënë sot. Namazin, sa të pushoj pak. Një gjumë aty dhe dalim nesër mëngjes. Pejgamberi alayhis salatu wassalam kishte lidh gur në stomak. Një nga sahabët e shikon pejgamberin alayhis salam që ishte lodhur shumë. Shkon në shtëpi dhe e pyet të shoqen, çfarë kemi për të ngrënë? I thot, kemi një kec të vogël dhe pak brum. Asgjë tjetër. I thot, përgatite se do thras pejgamberin alayhis salam për drek. Shkon tek pejgamberi alayhis salam dhe i thot, ja Rasulullah, je lodh shumë, i dërguari i Allahut, i zgjedhur i Allahut, po punon bashkë me ta, Nuk je urdhëra. Ti bëje kështu, ti nuk e bëre mirë, do ta bësh edhe një herë përsërite. Jo, po punon bashkë me ta. Po lodhët më shumë se ata. I thot, ja Rasulullah, ti bashkë me 2, maksimumi 3 shok, je i ftuar sot tek shtëpia ime për të ngrënë diçka. Po ama 2-3 veta se aq ushqim kemi. Duke punuar ishin me qindra. Pejgamberi alayhis salatu wassalam i thot, shko thuaj gruas tënde të mos e preki ushqimin se do vi. Dhe një sahabiu tjetër i thot, njoftoj të gjithë sahabët që janë duke punuar të vinë tek shtëpia e filanit se jemi të ftuar mysafir. Ja Rasulullah, unë të thash për 2-3. Ti shko thot thuaj gruas tënde që ta majnë ushqimin, mos ta hapin nga pakun. Shkon dhe i thot, e shoqja e tij i thot, i tregove pejgamberit alayhis salatu wassalam sa ushqim kemi në shtëpi, i tregova. Atëherë mos u mërzit. E din pejgamberi alayhis salam. Nëse ti i ke treguar për situatën që kemi në shtëpi, mos u mërzit. Ama nëse nuk i ke treguar, atëherë duhet mërzitesh se nuk e din pejgamberi alayhis salam. Vin tek shtëpia e tij dhe i thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, do të hyni brenda në shtëpi 10. Pra 10 nga 10. Sipas transmetimit thuhet, kanë ngrënë të gjithë sahabët që kanë qenë duke punuar në Hendek, pra për të hapur atë kanal, dhe në fund i thot pejgamberi alayhis salatu wassalam sahabiut, i thuaj gruas tënde ushqimin që ka ngel t'ia shpërndajnë medinasve se ka uritje të mëdha. Vëllezër dhe motra, bereqeti është tek Allahu i madhëruar, nuk është tek ne. Shpeshherë ngopemi me 2 lugë. E shpeshherë nuk ngopemi edhe pse ham gjithë tavolinën. Pse? Sepse e kërkojmë në vend tjetër. Thonë të urtit e kësaj fe, që elhamdulillah që na kanë lënë një edukat, një moral, pikërisht atë që ka pas pejgamberi alayhis salam. Edhe ushqimin që han duhet ta hash me njetin që të jesh në gjendje të adhurosh Allahun e madhëruar. Pra kur të hash ushqim, të thuash, o Allah, dua të forcohem që të adhuroj ty më mirë. Jo të hash që të ngelesh jashtë namazit. Ne edhe këte kemi kthyer në të kundërt. Prandaj bereqetin, nëse ne i besojmë Allahut pa pikën e dyshimit, ai është tek Allahu. Risku është i caktuar nga Allahu i madhëruar. Të jetosh sipas pejgamberit alayhis salatu wassalam, të jetosh me sunetin e tij, vëllezër dhe motra, do të thotë të mbjellësh dashuri tek njerëzit. Ti mirë kuptosh ata. Në mënyrë që ata mos kenë frikë të thonë diçka, të kërkojnë diçka, edhe kur kanë bërë gabim ndaj teje. Sepse pejgamberi alayhis salatu wassalam ashtu ishte. Të jetosh me sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam do të thotë të jesh i drejtë. Të jesh i drejtë jo vetëm kur është në interesin tënd, por të jesh i drejtë edhe kur është mbi kurrizin tënd. Sepse atëherë është drejtësi. Vetëm kur të intereson, ajo nuk është drejtësi. Atëherë kur nuk të intereson dhe ti mban drejtësi, do të thotë që ti nuk ke lëvizur nga drejtësia që Allahu i madhëruar e don. Të jetosh sipas sunetit të pejgamberit alayhis salatu wassalam, do të thotë
të mos i bësh keq askujt dhe të zbatosh hadithin e pejgamberit alayhis salam ku thot më i miri ndër ju është ai i cili të tjerët kanë dobi për jush. Më i miri ndër ju është ai i cili kur të tjerët të shohin thon, ky vetëm të mira bën dhe nuk kanë frikë nga ti. Dhe më i keqi ndër ju është ai i cili kur të tjerët të shohin thon, ky vetëm sherr na sjell. Dhe kanë frikë nga ai. Pra të jetosh me sunetin e pejgamberit alayhis salam do të thotë të jesh i mirë, të jesh i urtë, të jesh i drejtë, po ama edhe të mbrosh hakun tënd. Të jesh i urtë nuk do të thotë që të marrin të tjerët bukën për dorët. Të jesh i urtë nuk do të thotë që le të shkelin të tjerët. Jo, të mbrosh të drejtën tënde. Të jetosh sipas sunetit e pejgamberit alayhis salam do të thotë që çdo ditë të jetë më e mirë se dita e kaluar. Çdo ditë të bësh diçka të mirë për ta pasur në peshorën në ditën e gjykimit. Që të peshoj. Vëllezër dhe motra, ashtu si në të kaluarën edhe sot, njerëzimi ka nevojë pikërisht për këtë sunet. Ka nevojë për këtë model në mënyrë që të dalin nga kjo klapi, të dalin nga kjo errësirë që po na merr jetën ditë për ditë. Po na merr jetën ditë për ditë. Jemi një vend i vogël, por që na flet gjithë bota. Ne jemi një vend ku gjyqtarin e vrasin në sallën e gjyqit. Dhe historia mund të mbyllet si një akt i zakonshëm. Jemi në një vend ku pronën e vjellin me ligjin e shtetit. Jemi në një vend kur kërkon pasurinë tënde, shteti të fut në burg. Jemi në një vend ku me patjetër duan të na shkatërrojnë familjen. Jemi në një vend ku mlidhen cubat, shtrigat dhe na përfaqësojnë. Jemi në një vend ku të pamoralshmit na shesin moralin në televizor. Dhe ne akoma vazhdojmë të hahemi me njëri tjetrin. Ne akoma vazhdojmë të ofendojmë apo të akuzojmë njëri tjetrin. Dhe kur vjen puna për të votuar, votojmë po përsëri ata të pamoralshmit. Edhe kërkojmë pastaj që të dalim nga kjo llapi. Nuk dalim. Nuk dalim sepse ne nuk i besojmë një njeriu të besueshëm, një njeriu që vën ballin në sejdë për të na përfaqësuar në rangun më të lartë të këtij shteti. Por i besojmë atij që na ka vjell para 4 vjetëve, që na vjell sot, do të na vjell mas 4 vjetëve, na çndëron sot, na ka çndëruar më përpara, do të na çndëroj sepse atë çfarë ka bërë do të bëjnë. Dhe ne vazhdojmë të bëjmë politikë pikërisht për hajdutin, pikërisht për të pamoralshmin. Dhe kur na nxjerrin pastaj një projekt ligj kundra moralit ton, kundra traditës ton, ne presim që ata të votojnë kundra atij ligj. Nuk mundet të votojnë, sepse ata duke mbrojt atë lloj ligjit, atë lloj psikologjie, atë lloj politikët kanë ardhur aty. Vëllezër dhe motra, nëse nuk zgjohemi prej gjumit vet për të marrë si moral, si model pejgamberin alayhis salam, ata të cilët kanë ardhur në rrugën e tij, dhe të ngulim këmbë që të na përfaqësojë dikush neve në rangën më të lartë të këtij vendi, ata të cilët kanë frikë Allahun, ne kështu do të vazhdojmë të jemi. Kështu do të vazhdojmë të jemi. Sepse nëse çojmë një të pamoralshëm për të kërkuar një vajzë për djalin ton, edhe pse djalin mund ta kemi shumë të mirë, a do ta japin vajzën? Po ti ke çuar hajdutin e vendit. Ti ke çuar më të pamoralshmin e vendit për të kërkuar vajzën. Djalin mund ta kesh flori. Po ai që ka shku për të përfaqësuar ty, nuk është i atill. Atë si mund të kemi ne përfaqësues të tillë kur ne pretendojmë se jemi të moralshëm? Atëherë vëllezër dhe motra, nëse duam të jemi musliman ashtu siç duhet, nuk është vetëm thjesht të jemi përpara Zotit në namaz edhe marroj kjo punë. Jo. Detyra jonë është ta vlerësojmë fjalën e Zotit dhe ta veprojmë atë. Detyra jonë është të këshillojmë njëri tjetrin, por të këshillojmë edhe ata që na përfaqësojnë.
E kemi bërë gabimin, atëherë duhet ta rregullojmë. Do vi koha për të bërë prap gabimin, prap të njëjtin gabim do bëjmë. Prap të njëjtin gabim do bëjmë. Për çfarë? Për të pas një pozitë në këtë dynja. Aman se do më heqin kushirin nga puna. Aman se do më heqin mua nga puna. Po nëse kemi frikë për këtë dynja, atëherë është e kotë të themi ne kemi frikë Allahun. Është e kotë të themi kemi frikë ahiretin. Kemi frikë ditën e gjykimit, se ne po kemi frikë të dynja. E kush ka frikë të dynja, në atë dynja as në llogari nuk do të merret. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ju kam lënë dy gjëra për të ndjekur: Kur'anin famlar dhe sunetin tim. Dhe suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam është drejtësia, vëllezër. Është morali, është familja. Prandaj duhet t'i thrasim vetes tonë, të këshillojmë njëri tjetrin, që sadopak të jemi në udhën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Allahu i madhëruar në surën El-Fatiha, në një ndër ajetet më të bukura dhe më domethënëse të Kuranit famlar, thot ihdina siratal mustaqim. Na udhëzo në rrugën e drejtë. Vëllezër dhe motra, sirat është vetëm një folje, nuk ka shumës. Siç ka tarik dhe turuk, pra rrugë dhe rrugët, sirat nuk ka një kopje të saj. Është e vetme. Allahu i madhëruar thot, thoni ju o besimtar, ihdina siratal mustaqim, na udhëzo në rrugën e drejtë. Rruga e drejtë është pejgamberi alayhi salatu wasalam, rruga e drejtë është Kurani famlar. Atëherë, nëse duam të jemi në atë rrugë, këto dy udhëzues kemi, Kuranin famlar dhe shpjeguesin e tij, pejgamberin alayhi salatu wasalam. Allahu i madhëruar na bëf prej atyre të cilët me mundin aq sa kemi të ndjekim rrugën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Na bëft Allahu i madhëruar prej atyre të cilët janë të dobishëm për veten e vet, për familjen e tyre dhe për shoqërinë ku e rrethojnë. Na bëft Allahu i madhëruar prej atyre të cilët këshillojnë të tjerët për në rrugë të drejtë dhe i largojnë të tjerët nga e keqja. Vëllezër dhe motra, siç e keni ndjek në lajme, tashmë edhe pse politikisht u arrit një marrëveshje mes zullumqarëve dhe të dhunuarve, pra mes Izraelit dhe Palestinës, shpresoj tek Allahu i madhëruar që të jetë një zgjidhje përfundimtare, shpresoj tek Allahu i madhëruar dhe i lutem Allahut të madhëruar që ajo luftë tashmë të mbarojë, edhe pse nuk i zihet besë zullumqarit, por lutja jon të jetë tek Allahu i madhëruar që aty tashmë mos ketë më luftë, por të ketë një ringjallje, të ketë një rindërtim dhe aty të lulëzojë fëmijët, të gëzojë të drejtën e tij që të rritet si mbar fëmijët në mbar botën. Allahu i madhëruar, siç jemi këtu me familjet tona dhe me mbar njerëzit që kemi në zemrat tona, na bashkoft në ditën e gjykimit të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe bashkë me te inshallah në xhenetin më të bukur, në xhenetin Firdaus.